Po, të çështja e Serbisë, Serbia që të orientohet ka perëndimi. Dhe kjo është gabim, këtu gabim më i madh që bëhet, është që orientimi i Serbisë ka perëndimi përkthehet si rrezik për Kosovë ashtu. Sepse as do përfundon dhe Kosovë. Krejt Ballkani, që ta dini, krejt Ballkani o ka me shku në perëndim, ose një ndarje globale, as s'ka ndodh, as një shaj s'ka, ndarjen e sferave të interesit në këtë pjesë euroatlantike. Këtu bëhet fjalë për ndarjen eventualit të sferave të interesit brenda zonës ku perëndimi ka pas zonave periferike ku ka qenë perëndimi dominant. Kjo është e para. E dyta, më leni t'ju them, historia e vendeve të Ballkanit dhe të Serbisë tregon që, më falë, kur ka qenë Serbia kundër perëndimit, Jugoslavia s'ka qenë kundër perëndimit. Ashtu? S'ka qenë, po. Operenovist kanë qenë, nëse keni lexuar, tregon e Shrembej Vlora se si është taku në Vlorë me princat e operenovistëve, do të thotë, asi. Mbretëria Jugoslave ka qenë e njëjtë me mbretërinë e Zogut, ka qenë krejt këto monarkitë ballkanike kanë pas orientim perëndimor, pa asnjë përjashtim, do të thotë. Dhe kur nuk ka qenë me perëndim, që ka qenë fati jonë, ka qenë koha Miloševićit. Do të thotë, dhe ajo ka pagu çmimin Serbia. Ka koha e Miloševićit deri më tash është përsëri, nuk e ka bash